Rasti u zbulua nga doganierët e njësisë doganore Shkup 1, gjatë një kontrolli të detajuar të dërgesës postare të deklaruar për zhdogim importi, për të cilën ishte bashkangjitur një faturë me 10 mostra kozmetike. Pas hapjes së dërgesës, doganierët zbuluan 199 flakona botoks, të cilët përdoren në mjekësinë estetike dhe të cilët nuk ishin të listuara në faturë. Nga hetimi parapraku përcaktua se i dyshuari i parë, i punësuar si mjek në qendrën klinike universitare Nëna Teres, porositi 199 flakona botoks me vlerë 615.000 denar nga një kompani nga Republika e Koresë dhe u pajtua që ato të deklaroheshin në faturë si 10 copë produkte kozmetike me një vlerë totale prej $80. Pastaj ai i kërkoi të dyshuarit të dytë, i punësuar si infermier në qendrën klinike universitare Nëna Teres, të listohej si pranues i mallit, i cili e ndihmoi në kryerjen e krimeve në një mënyrë që ajo pranoi që porosia të dorëzohej në emrin dhe adresën e saj dhe e pagoi faturën nga llogaria e saj e transaksionit. Drejtoria e doganave u bën thirrje të gjithë pjesëmarrësve në procedurat e importit se çdo përpjekje për krim do të sanksionohet ashpër. Importi i botoksit është i rregulluar në mënyrë strikte dhe i nënshtrohet lejeve të veçanta nga institucionet kompetente dhe çdo mashtrim që lidhet me importin e mallrave të tilla ose të ngjashme përbën rrezik për shëndetin e qytetarëve.